Vala e krimit që ka përfshirë vendin kohët e fundit ka bërë që të ketë diskutime për ndryshimin e kodit penal, duke aplikuar dënime më të rënda deri në atë kapital me vdekje. Por qytetarët duken të ndarë në këtë drejtim dhe faktori që i ndan është mosha. Të rinjt janë kategorik që dënimi me vdekje nuk duhet të aplikohet, pasi nuk ka të drejtë askush të marrë jetën, qoftë kjo e sankcionuar edhe në ligj, ndërsa personat të cilët kanë jetuar gjatë kohës kur në vend aplikohej ky lloj dënimi, shprehen se ai do të frenonte kriminalitetin që ka përfshirë vendin. Jam dakord, përderisa jemi në demokraci, jeta njeriu duhet të jetojë. Dënime më të rrepta se që janë, edhe të tjenë dënime, domethënë, por jo dënimi me vdekje. Po, se di, nuk jemi në demokraci, gjithçka ka ndryshuar. Mendoj, domethënë, që njerëzit të arrin deri në këtë pikë sa domethënë të rikthehet përsëri dënimi me vdekje. Situata më duket shumë e keqe. Dënimi me vdekje, për mendimin tim, është heq në mënyrë të parakohshme për neve, sepse një pjesë e mirë e shqiptarëve nuk e kuptojnë ç'është ligji dhe nuk kanë frikë nga ligji. Përderisa shqiptari s'ka frikë nga ligji, detyrimisht do bëjë edhe krime. Duhet marrë një masë, po bëhet kërdia, sikur jemi në luftën. Patjetër që duhet kthehet. Është e padiskutueshme me gjithë to vrasje që po bëhen, me gjithë to masakrime, me gjithë to çfarë bëjnë këto burrat shqiptar, patjetër që duhet kthehet. Është i vonuar shumë bile. Duhet të ishte për të vënë qetësi dhe rend, duhet të ishte patjetër ky ligj. Kam qenë edhe jam gjithmonë sepse nga mosbatimi i ligjit po bëhet. Ç'është kjo? Që të ndalohen krimet që po bëhen. Me komët poshtë bile, të varë me kokë poshtë. Për ndryshimet në kodin penal u shpreh edhe kryeministri Berisha gjatë mbledhjes së fundit të qeverisë. Ai deklaroi se krimet si vrasja e policëve, dhuna në familje apo akmarrja, krime të cilat muajt e fundit kanë arritur nivele shqetësuese, mund të marrin burgim të përjetshëm.